shikues të dashur, shpresoj që po ju pëlqen emisioni E Djela Vlen. Ju vazhdoni të na shkruani në E Djela Vlen Viz ATV në Instagram edhe gjithashtu në Facebook. Tani është momenti që t'ju njoftoj se është koha për të ndjekur më të rejat nga kinematografia dhe nga moda, të cilat i realizojnë më së miri Nora edhe Nita. I ndjekim ato dhe kthehemi për intron përfundimtare të emisionit E Djela Vlen për sot. Ismet Siarina, regjisor dhe skenarist i njohur, ka dhënë një intervistë për Netflix, ku ka ndarë detaje interesante për projektin e tij më të ri, të titulluar Jerëm. Ai njoftoi se audicionet për aktorët kanë përfunduar me sukses dhe tani pritet të fillojnë faza e xhirimeve, një hap i rëndësishëm në realizimin e këtij projekti. Me një vizion të qartë dhe një pasion të thellë për kinematografinë, Siarina po përgatitet të sjellë një eksperiencë të paharrueshme në ekranin e madh. Me këtë projekt të ri, ai po dëshmon edhe një herë aftësinë e tij si një prej regjisorëve më të sfikatur të kinematografisë kosovare. Jam këtu me regjisorin dhe skenaristen Ismet Siarina, me të cilën do të flasim për një projekt më të ri, të cilën është duke punuar aktualisht, i cili është filmi Jerëm. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ismet, fillimisht po ndalemi te ky projekt që jeni duke punuar aktualisht. Jeni mdoko tash në audicione, i keni përfundu, po skenari po besoj është përfundu. A mundi më na tregu përafërsisht në pika të shkurtra se për çka bëhet fjalë në film? Po, Jerëm është një projekt që zhvillu që bën 4 vjet intensive punte, domethënë si prej idesë deri në këtë draftin final të skenarit dhe në pasën ku jemi sot. Mos pari shsupertu nga Qendra Kinematografike e Kosovës për zhvillim, pastaj ka marrë fundin e Kujnoks, mandej ka marrë fundin e Qëthan, domethënë 50 fonde për zhvillim, ku pas mundësi me zhvillu ngadalë me ekspert. Filmi trajton është një temë drame fuqishme distopike, që trajton një vend të izolum, një shoqëni e cilën është ndërprej koha, ka humbë sensi i kohës, për shkak që jetojnë në errësirë ka 15 vjet, dhe si të tillë nuk janë të vetëdijshëm për errësirën se jetojnë derisa të vijë një zë dhe i zgjon nga amullia dhe klapia që kanë qenë. Prandaj quhet Jerëm, ose le të themi Jerëm që kumplanon normalisht e kumba dialektikës është kosovare, edhe njerëzit bredhin poshtë e lartë pa e ditë nëse në fakt janë të zgjuar apo jo. Skenari është i shkruar nga ju. Si lindi ndoshta ideja për me trajtu një temë të tillë? Po, realisht në artistat kemi çështje, kemi preokupime, edhe zakonisht janë preokupimet tona ose përditshmëria që ne e shohim. Jerëmi është situata që në mendoj që jetojnë shumica njerëzve në botë, le të themi shumica absolute, vinë, shkojnë, pa lënë gjurmë. Kur i bën 90 vjet e pyet thu, ku ke qenë, nuk i dem fare që ka qenë si qallë. I bie që Jerëm është një koncept pak më i çantë se sa le të themi një problem lokal i yni. Megjithatë për thënë diçka ndërkombëtarisht duhet të gjesh motive lokale. Dhe domethënë ideja ka lind më shumë prej problemeve të përditshmërisë tonë, po motivi i parë që ka qenë se si njerëzit i tregojnë tragjeditë të tyre, domethënë tragjedit janë reale, po në mënyrën derisa ta e thojnë, e stërthojnë, fillon me kalu gati në absurd, fillon me kalu në diçka që duket më shumë tingëllon si farsë, sa si reale. Prandaj njerëzit të zgjedhin jetën me bëma tepër si farsë. Ndoshta jeni në fazën e audicioneve dhe kanë përfundu. Sa pat ndoshta të interesuar dhe sa është kjo e vështirë zgjedhja e kastit të aktorëve? Unë kam pas një ekip të mirë të castingut. Normalisht që në ekipën që përbëhet prej, le të themi,
njerëzve profesionist, ma vonë ka edhe Besniku Krapi në organizim, në thonë Hana Bucalia, Arbër Krasniqi, njerëz shumë të rëndësishëm që dinë shumë mirë me menaxhu këtë punë, kemi hap një audicion. Unë mendova njëherë me i nda rolet kështu, se nuk obligohen me hap audicion, po e pash që u bllokova totalisht, ke shumë e vështirë me nda rolet. Prandaj hapa një audicion, jam shumë i kënaqur me prurit. Realisht kanë aplikuar online me sa i di për mbi 400 njerëz, po ne i kemi marrë vetëm njerëzit që mendojmë që mund të kyçen ose që kanë potencial ose që ndërlidhen pak a shumë me personazhet që ne dojmë i visualizu. A e keni të qartë se ku keni mi bo xhirimet ose cilat pjesa janë xhirimet në Kosovë apo edhe jashtë Kosovës? Na jemi duke i pa disa lokacione, kemi disa kombinime, kemi gjiru, fotografu disa vende edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, në marrëveshjen e koproduksionit që ka me Shqipëri, se filmi është koproduksion Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Francë ma vonë. Kemi zgjedhur disa vende edhe në Shqipëri, do të thonë 20% e filmit do të qirohet edhe në Shqipëri, po 80% do të qirohet edhe në Kosovë, edhe për shkak të buxhetit edhe për shkak të specifikave që i ka projekti. Kështu që Novobërda është një për kombinimeve, e kemi pa Restilisën, fshatin Restilisë një për kombinimeve, do të ketë diçka në Prishtinë, kryesisht interiere, por eksterierët do të jetë një vend ma izolum, me që ngjarja ndodh komplet natën, është vendi ku dielli s'ka dalë që 15 vjet njerëz kanë humbë sensin e kohës. Kështu që Novobërda është një për kombinimeve, ende nuk e dim definitivisht, po shohim mundësit, është në proces e sipër, po besoj edhe këto qartësojmë deri në fund të marsit, që prillin me pas veç për përgatitje për me nis xhirimet me 1 maj. Patjetër që dëshira është edhe jona që me u bashkangjit edhe xhirimet, sa i përket ndoshta punës që me i pa dhe pak xhirimet nëse veç e kemi ftesën. Gjithsesi keni prej sot, ju do të keni mundësinë, do të njoftojmë që dha mediat, normalisht, mandej për që do të ketë një nga një termin të veçantë për ata që të interesuar me pa. Procesi është kohë kompleks, po ekipa është shumë e mirë, është ekip ndërkombëtare. Edhe po besoj që ja vlen edhe për televizionin më me pa që po. Ndoshta për sukseseve të tjera që i keni edhe me filmin Cold November, i cili është filmi i parë që është përfshirë ndoshta në platformën Netflix. A besoni që ndoshta edhe ky film është në nivele të njëjta dhe është ndoshta nivel që me përfshi edhe platformën Netflix? Unë Arbenita zakonisht kur hy me një projekt, i besoj procesit. Dhe thonë për mua është në rëndësinë se cilën fazë me bë punën mirë. Tani kom, do thonë shkrimin e kom bë 3-4 vjet, audicionit përfundova tash në produksion. Unë besoj në sukses që vije dhe nuk besoj që do ta programojmë tash. Kush e ka menduar që Cold November ka më shkuar në Netflix dhe na sot me marrë, themi, tyra për Netflixut në baza mujore, askush se ka menduar më herë dhe që ndodhi, kështu që në parim nuk i vëj vetës kushte që do të më rish këto, po besoj që me punën që po e bëjmë, dhe me thonë që të njerëzit që janë të involvuar dhe ata që do të vinë më vonë, suksesi do të jetë evident. Dhe me thonë nuk e planifikoj asnjë festival, asnjë kështu e kam pas më nëntore dhe kanë ardhur festivalet, kanë ardhur çeta. Po besoj që nëse fokusohemi në punë, do të vinë vetë. Ato janë rezultatet që vinë natyrshëm. A keni përveç ndoshta këtij projekti filmi, ka keni ndonjë projekt që mundi me nda me neve? Para një viti kam përfunduar si koproduksion filmin Burri i Shtëpisë me Antamion Morata, regjisor në Shqipëri, ka qenë koproduksion. Është koproduksioni më i madh që ka bërë Kosova në herë me 7 vende përfshi Euroimazhin. Dhe tani kam fitu për zhvillim për projektin e Burgut të Dubrava, për filmin e Dubrava, projekti jetësor imi, cilit kam dhe me sa po ta përfundoj xhirimin e janë, do t'i kthehem atij, dhe ai është projekt shumë i rëndësishëm, se Dubrava është më lidh fati me Dubravën çuditshëm, nuk kam qenë atje normalisht, po që kam dëgjuar shumë rrëfime për to dhe do të thonë është mision jetësor imi me nxjerr një film i cili nuk do të thotë me qenë domosdoshmërisht film festivalesh. Ideja është me nxjerr një film që e tregon krimin më të madh dhe më makabër që është bërë në Kosovë dhe i cili është hesht qëllimisht nga të gjithë. Thonë duke qenë artist, me pas qenë politike, me pas qenë le themi ujra tjerë, nështë nuk më kishë leju ose kisha rezistu mos mjë qasë për me rujt
le të themi mos mu rreziku nga e thënia të vërtetës, por duke qenë artist, unë besoj që ne kemi të drejtë me thonë dhe do ta nxjerrim pa krejt krimet më të mëdha që kanë ndodhur, le të themi për të gjitha anëve në Dubrovë. Ismet, unë falenderoj shumë, edhe ishte kënaqësi e madhe që t'ju kem këtu dhe të realizojmë një intervistë. Kënaqësi t'ju kem gjithmonë. Faleminderit Arbenita, faleminderit televizionit juaj që ju jep një hapësinë artistave. Faleminderit shumë. Një tjetër film kosovar është gati për premierën e tij. Bëhet fjalë për atë Zbulimi, realizuar nga regjisori dhe aktori Alban Goranci. Në një intervistë të fundit, Goranci ndau detaje interesante rreth projektit të tij të parë si regjisor, duke u folur për kastin e aktorëve dhe pritshmëritë që ka nga ky film. Ai theksoi se Zbulimi është një arritje e veçantë për të, duke qenë se është debutimi i tij në regji, me një histori intriguese dhe një ekip të talentuar. Ky film pritet të sjellë një përvojë të re dhe emocionuese për publikun kosovar dhe më gjerë. Pse më këqyr ashtu? Jom këtu me aktorin Alban Goranci, me të cilën do flasim për projektin e tij më të ri, filmin Zbulimi, i cili është edhe një projekt i tij i parë si regjisor. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Alban, ndoshta ty të kena pa më shumë në aktrim. Çu shka kjo sfida ndoshta me qenë edhe regjisor, skenarist edhe producent i këtij filmi? Si aktor gjithmonë është roli aktrimit, i aktorit i ka sfidat e veta që gjithmonë e dim kur dalim në skenë, në shërgjërimin, për filma, në për seriale të ndryshme, po përgjegjësia si regjisor ndoshta në këtë rast është edhe më e madhe, sidomos edhe si skenarist, sepse mbulon një gamë të gjerë të aktiviteteve të punëve që duhesh me i kry. Ideja për filmin në Zbulimi, që është filmi metrazhi i shkurtër, më ka ardhur ndoshta para 2-3 vitesh, kështu, më thonë 3 vite më saktësisht. Po gjithmonë duke pas punë tjera, projekte të ndryshme, nuk e kam pas rastin me punu, kështu që vendosa që ky vit do më thonë tjetë ai në cilin mund t'i përkushtohem sa më shumë kësaj detyre dhe ngadalë fillova me shkru njerë si tregim, mandej prej tregimit kalova në skenar. Skenari do më thonë duhet me kalu në disa drafte derisa t'jetë përfundimtare dhe pastaj e mbledha një ekip profesionistëve me cilët edhe kam bashkëpunu më herët dhe arrita me jetësu këtë projekt. Ndoshta për më na tregu më në pika pak më të shkurta, për çka bëhet fjalë ndoshta ky filmi Zbulimi dhe pse pikërisht ndoshta këtë titull për më njoft si film? Filmi ka të bëjë me individin, me sfidat e tij për me gjetë vetveten, për me njohë se kush është, sepse ne e dim që ndoshta në kohën ku po jetojmë, që ka domethënë një kaos të madh, ka një zhvillim tepër të ngjarjeve, të rrethana ndryshojnë prej çastit në çast. Ne kemi vështirë ndoshta edhe me mundal edhe me jetu, edhe me zbulu se kush jemi në të vërtetë. Kështu që kjo ka qenë ideja parë, piknisja, dhe pastaj kam shku duke e zhvillu. Normal që jam ndiku pak edhe prej kinematografisë botërore për shkak se i kam disa regjisor të spikatën për të cilëve unë e marr frymëzim. I preferumi im është Stanley Kubrick, pastaj Wes Anderson, dhe ka edhe filmat të tjerë të cilët unë është dashur me pa dhe mi arrit deri te vizioni final. Jo me kopju prej tyre, po më shumë më frymëzu në aspektin pozitiv. Titulli ka shku hap pas hapi, kam pas edhe tituj tjerë, po Zbulimi është më shumë për faktin se ky si personazh kryesor arrin me zbulu diçka të re të vetja. Dhe prej mendimeve, vizioneve, botës imagjinatës tij që kalon edhe në të kalumen, që shkon edhe në të kalumen edhe u thon ndoshta edhe në të ardhmen, sheh personazhe të ndryshme, arrin ky me zbulu diçka e cila ndihmon për të ardhmen. Domethënë mi trasu rrugën e së ardhmes.
Gjirimet ndoshta kanë qenë në Kosovë, në cilat vende ndoshta e keni pa të arsyeshme për me xhiru, edhe na flet pak për edhe kastin e aktorëve, se si ka qenë ndoshta përzgjedhja e tyre. Xhirimet janë zhvilluar plotësisht domethënë në Prishtinë, kanë qenë për destinacione të ndryshme, për shkak se i kam pas disa vende të azom tash po e shpalosi që ka qenë edhe të bregu i Diellit, të parku i qytetit, edhe vende të ndryshme, të cilat i kanë shku vizionit edhe idesime për me realizu këtë film. Kështu që gjithçka domethënë si shoqërim ka vlerë qyteti Prishtinës. Aktorët cilët kanë marrë pjesë në film, përveç meje që jam angazhuar dhon, është Avni Dalipi, Amar Havzi dhe Fitore Rama. Mandej ka dhe statistë të tjerë, cilët i falenderoj shumë që kanë gjetë kohën edhe domethënë janë koordinuar dhe mes vete që me të qenë gjithë pranishëm, për shkak se i kam pas diku 8 ose 9 statistë të ndryshëm, pastaj edhe instrumentist Poema Dulhasi dhe Asim Gashi. Më ka ndihmuar, më ka merr Leotrim Bajrami me një ekip ti, Ilir Veseli, pastaj kostumografe është Leonita Krasniqi, Deltina Syla ka qenë skenografe Deltina Syla dhe kostumografe Leonita Krasniqi, dhe asistente kam pas Geraldina Krasniqin. Një ekip i madh. Sa pritni ndoshta që ky film ka me pas sukses, edhe ndoshta si shkun krejto, shkun sipas planit gjithçka? Besoj se po. Ndoshta gjithmonë kur je edhe në fazën e postprodhimit, në montazh, ti nuk e ke atë përshtypjen finale, për mbledhje se si mundet me shku një projekt deri në momentin e fundit. Po me sa kam pa dhe me sa kam punuar edhe në montazh, domethënë gati 4 muaj po bëhen, besoj që e ka arrit atë vizionin tam si e kam pas për fillimit. Ndoshta është interesant me thonë që idetë e para kur i ke ato vlejnë më shumë. Për shkak se ti shkon idenë e dytë, e tretë e provon, dikur thu po kthejnë atë ideja parë se ndoshta është ajo e duhuna. Kështu që më thon gati te 100% është ajo që unë e kam projektuar në mendjen time. E cili është roli juaj në film, ndoshta mundesh më na zbulu pak, edhe sa ka qenë kjo ndoshta e vështirë edhe me qenë edhe si regjisor edhe mbrapa kamerave dhe para kamerave? E vështirë. Për shkak se kur e shkruan ndoshta e liron një farë barre prej vetes, edhe mandej e lën detyrën regjisorit, aktorëve që duhen mi mishru sa më mirë personazhet, karakteret edhe mi shpërfaqen në ekran. Po në këtë rast ndoshta duke qenë edhe hera parë, kam marrë pak edhe këshilla prej profesionistëve tjerë, prej regjisorëve se si më u qasë në këtë proces. Roli im, unë kam zgjedhur me lujt edhe rolin kryesor, sepse është një farë forme edhe ajo këndvështrimi im personal. Ndoshta nuk i kisha bën një temë tjetër, nëse kishte qenë një farë lloj distance, largësie prej pikpamjeve të mia personale, përshtypjeve që i kam, po në këtë rast kam zgjedhur me bo vet, edhe pak më bazuar te jeta ime, ndoshta e kalumja, frivështirësi që ke mund mi pas kur ndron ambient tjetër, kur ndron shkolla shumë, kur duhesh me njohë shoqëri të reja, njerëz të ri, edhe ti mandej vjen një moment që nuk e din edhe ku je. Derisa e zbulon atë identitetin ton, atë është shtegun e gjatë vetnjohës që e quaj edhe në film, për shkak se është një rrugtim i gjatë derisa ti e njeh vetveten, edhe mund duhet me kalu disa vite, një kohë gjatë, periudha të ndryshme. Tashmë ndoshta filmi vetë se është finalizu edhe pritet edhe premiera e tij. A kemi ndoshta një datë të saktë se kur mendohet që do bëhet premiera? Premiera është planifikuar të mbahet në Kino Armata me datën 20 mars. Kështu që më ka mbetë edhe pak kohë deri te procesi i fundit që tash vetëm kam punën me audio edhe me rregullimin e ngjyrave të filmit. Kështu që besoj që për pak kohë filmi do të jetë i gatshëm dhe pastaj do të finalizimi dhe të shfaqet me 20 mars. Po besoj që do jemi prapë edhe atë së bashku që me pa ndoshta edhe për afër edhe punën e juaj. A na tregoni ndoshta ku pe gjen Albani veten më shumë në aktrem apo si regjisora ka me vazhdu kjo punë si regjisor ndoshta edhe për ndaj filmi edhe më të gjatë? Patjetër që unë identifikohem si aktor, edhe kjo është domethënë impenimi, është detyra e parë që e bëj.
sepse më jep kënaqësi edhe kur jam aktiv në skenë, kur jam aktiv edhe në filma të ndryshme, projekte me cilat kam pas punë deri tash. Po pse jo, koha mas kohe, ndoshta do ta bëj edhe punën e regjisorit, po jo me këtë intensitet lartë si jam si aktor. Unë do të thonë njihem si aktor dhe kam dëshirë që e para të jetë aktrimi, pastaj të vjen edhe ndoshta skenari, regjia e këto të tjerat. Alban, unë të rojë shumë suksese, po për fund nëse ke edhe ndoshta ndonjë projekt tjetër që je duke punuar nëse dëshiron me na zbulu. Për momentin jemi duke punuar edhe një projekt ndoshta do të jetë pas një muaji, nuk e di sakt. Është për një temë diplome që e ka një student, edhe po punojmë tamam si projekt serioz profesional, për shkak se ashtu është edhe dëshira e komplet ekipit edhe çështja që duhet të jetë gjithmonë në mënyrë profesionale. Edhe po merrem me punë tjera që janë gjërime të shkurta, filmave të ndryshëm. Po kryesore jam duke punu për momentin jam kryesisht i fokusuar te filmi, derisa të jetë i gatshëm për premierë dhe pastaj procedura tjera, procesi se si do të shkojë. Alban, unë të rojë edhe njëherë suksese dhe shpresoj që keni me pas sukses si në aktrim, si edhe në regji, edhe do jemi prapë bashkë për çdo projekt ju jenë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për intervistën, ju dëshiroj edhe juve shumë suksese e mbarësi në të ardhmen. Se kam son marak, kur kalon ti rrugës time e më përshëndet. Mi paljetës ka shkëzime je dashnia vet. Ky maraku i shkret, nuk ma len zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Ky maraku i shkret, dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Unë e di çfarë ke në zemër, ma thonë në ta sy. Lumi unë për ty, kur kalon ti rrugës ime e më përshëndet. Mi faljetës ka shkëzime je dashnia vet. Ky maraku i shkret, jo nuk ma len zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Ky maraku i shkret, jo nuk ma len zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Kimete Ymeri është një dizajnere suksesshme e cila krijon veshje dhe fustane unike me një stil të veçantë. Ajo përdor materiale cilësore dhe detaje të punuara me përpikëri, duke i dhënë çdo krijimi të saj një ndjesi luksi dhe elegance. Fustanet e Kimetës dallohen për përpunimin e shkëlqyer dhe origjinalitetin, duke ofruar një gamë të gjerë zgjedhjesh për çdo rast. Frymëzimi i saj vjen nga kultura dhe natyra, duke i kthyer veshjet e saj në një shprehje arti dhe emocioni.
Me duart e saj të arta dhe shpirtin e saj krijues, Kimete Ymeri ka bërë emër në fushën e dizajnit. Fillimet e saj i ndau me motrën e saj binjake, po më pas ato i ndan rrugët. Unë si e ri, kom pas qef punën e dorës atër në kohë teme, puna e dorës kemi qëndis, kemi thur gjampera, edhe nonën e kemi pas maraklia e si motra atë krejt kemi punu pundore. E tash, mas luftës, ja kemi nis me fustana, motra, për motra si fillestare ka qilë lokalin, edhe aja ka morzana, tani mu më ka ofru me motrën me orë me punu me muë. Tash për ati momenti na para 16 vjetë punojmë. Para 16 vjetë, tash e 16 vjetë punojmë si roba qepse. Koha para lufte u ka ma fështirë. Për shemë tash në atë kohë s'ke mujti me dalë, me punu, sepse kena ditna, kena qëndis, kena bo punë e dorës, si gjithë femnat kosovare, punë shpije. E mas luftës, koha u kon ma, që me thonë ma, kemi pas hapsi liri ma shumë. Kemi punu me motrën, sfit ka qenë. E tash, mirë është. Por sfida me modhe ka qenë kur kemi punu me motrën bashk, por motra për shko që shëndetësore, ka të punu ka dalë jashtë në Francë, unë kam bede vetë. Ato sfide, una me qëjtë sfidë. Tjetër sfidë, Me guxim dhe vendosmëri, ajo arriti qëllimin e saj, që puna t'i besohet e vlerësohet. Besimit e klientët më ka motivu me qëtë profesion tem që kam si roba qepse, me punu, më avancu ma shumë. Po tash kërkesat janë, me krahasu me vitet ma përpara, kërkesat janë ndryshe. Tash kërkesa kanë lloj-lloj kërkese, kërkesat ndryshme, për fustana, po me dani? Po. Fustanat ndryshëm ka. Na fustanat kemi materiale, lloj-lloj materialet, gjitha materialet i përdorëm, por në vartë të prej sezonës. Cilën sezon jemi. Gjatë sezonës dimrit, na punojmë materiale me ngjyra më të bëllta. Për shembull, tash e kemi ngjyrat më të bëllta, ngjyra e zezë, po tash në trend ngjyra o konë ngjyra më e mbëllët, o konë ngjyra vishnje. Ngjyra vishnje kërkushëm. Për gjatë sezonës pranverë, tash i kemi ngjyrat më qelta. Punoj me ngjyra më qelta, punoj me ngjyra me gur. Satini është më i kërkuar. Materiali satin është më i kërkuar. Po, kemi pas si kërkesa shumë, edhe pse edhe kemi kërkesa na, shumica na vinë kërkesa të me telefona, me foto. Me foto, kur nuk kanë dorë shkënime, klientet e mia, unë atë dhe motivuna tek klientet. Ato janë shumë janë falemderuse, më falemderojnë që atë punë që e bajone, ato janë shumë falemderuse dhe mu motivojnë me punu halo ma shumë që të profesion, klientet. Ajo nuk është vetëm një dizajnere, por edhe një nënë që pasionin për modën e ndan edhe me vajzat e saj. Tash i kam punëtore, më ndihmojnë qikat, nusja e djalit. Ja ki trashëgu këtë pasionin edhe vajzave? Po, edhe vajzave, edhe nusja. Vajza shumë kanë ndihmu. Me trendet normal që këto të rijat i përcjellin ma shumë. Këto japin këshilla, ide, marrë pi vajza. A ka qenë edhe dëshira juve që këtë pasion me trashëgu edhe vajzave, apo e kanë dashur edhe vetë ato? Po si gjithë nona ka qef edhe me trashëgu, po edhe këto kanë qef vetë. Edhe pse kanë profesionet e veta, janë, po tash e mirën si dytësore kanë qëta. Une shumë jam e lidhur me këtë profesion. Nuk muna në shpi shumë pak. Une mëngjes, mbrëmje, jam lokal. Shumë me kam, që me thonë, qef. Këtë punë e baj me gjithë qef.
Për kushtimin e saj 16 vjeçar, ajo e ndar në disa periudha. Kërkesat e klientëve janë ato të kërkojnë fustona ma shumë me gur, fustona material të ranë. Ato çka kërkojnë na, ato na nuk ja prishëm në një aspekt. Çfarë kërkojnë? Po, i këshillojmë, qofse ato kërkojnë për shembull një lula diçka, thojmë na mo këto se s'ban, ato na pranojnë menimin tonë edhe pajtojnë me gjitha klientët. Kush vjen na të hapura, bisedojmë, mimi të tjera, mirë kalojmë. Kërkesat gjatë sezonës, dimër, kanë qenë fustanat me ngjyrë bëllët. Ngjyra e mbyllët të kërku shumë, ne kemi punu me ngjyrë bëllët, edhe fustani që kërku ngjyra ma shumë ka qenë ngjyrë vishtje. Vishtje, atë kemi punu shumë, gjatë qësoj sezone, edhe ngjyra zezë. Ngjyra e mbyllët, përgjithësi ngjyra e mbyllët. Momentalisht, tash jemi të punu për sezonën pranverë-verë, materialet me gur, saten, edhe gjitha ngjyrat. Kimetja është një shembull i qartë se pasioni dhe puna e palodhur hapin të gjithë portat drejt suksesit. Nga dizajni i veshjeve unike, do të flasim për ndikimin e jogas në mirëqenien tonë. Melita Kabashi është një praktikante e njohur e jogas, e cila ka ndarë pasionin e saj për këtë disiplinë për vite me radhë. Ajo beson se joga nuk është vetëm një aktivitet fizik, por një mënyrë jetese që ndihmon në arritjen e një ekuilibri të brendshëm dhe qëtësisë mendore. Përmes praktikës së rregullt, joga ndihmon në uljen e stresit dhe përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme. Melita shpesh organizon klasa dhe seminare për të ndarë njohuritë e saj, duke frymëzuar të tjerët të përqafojnë këtë stil jetese transformues. Melita Kabashi është një praktikuese e pasionuar e jogas, që gjen qetësinë dhe harmoninë në këtë sport. Pas disa viteve qëndrimi në Amerikë, ai vendosi të kthehet në Kosovë dhe të reflektojë mbi rrugëtimin e saj personal. Çdo herë kam qenë sportiste, do më thonë edhe në moshën e re, kam luajtur futboll, pastaj kam marrë edhe bursën në fakt për futboll në Amerikë. Mirë po, edhe si person, kam jashtëzakonisht një energji shumë të... Mendoj që kam shumë të madhe, por momentin kur jam bërë nën para 13 viteve, e kam pa që sado që është e mirë, krejt që ajo energjia, krejt që ajo zjarri për brenda meje, njëjtën kohë kam pa që më duhet me punu edhe pak me vetën time, në mënyrë që ta njoh vetën time pak ma mirë dhe si ta balancoj pak qatë zjarrin për brenda vetës që e kisha pas. Edhe pikrisht në atë kohë, u njoha edhe me jogan, edhe fillova, do më thonë edhe praktikën e jogës, të cilën për habin time e po që në fakt nuk është vetëm pjesa e zgjatjeve, por ishte edhe pjesa e forcës, edhe s'po flas vetëm forcës fizike, por edhe forcës mendore, të cilën gjatë gjithë këtyre 13 viteve
çdo herë më shumë e kom mendoj që e kom rrit edhe e kom ofru qatë lidhjen sado pas, sepse yoga është rrugtim, ndoshta e ke dëgjuar edhe këtë, por sado pak e kom afru qatë lidhjen mes shpirtit tim, trupit tim edhe mendjes time, cili është edhe qëllimi faktikisht i rrugtimit të jogës. Si u bën mundje yoga ju? Varësisht nga dita, varësisht nga emocionet, mu qajo më pëlqen yoga, se thom ti merr prej jogës, faktikisht qajo që ty po të vynë në qatë moment, në qatë ditë, apo në qatë javë në të cilën ti kalon. Do më ka kohë kur mu yoga më muni jashtëzakonisht e fuqishme. Për shkak të pozave të ndryshme të cilat i bëj, meditime të ndryshme të cilat unë kaloj nëpër to. Po në njëjtën kohë ka edhe momente kur faktikisht yoga është ajo që mu më liron me i shliru komplet që ato emocione që më kanë mbledh apo vështërsi të cilat gjithë ne kalojmë, unë për vete për mes jogës e kom pa që ajo është pjesa që më kanë ndihmu mas shumë te. Qysh mos me i bajt rënd, krejt që ato brenga, që ato frika, që ato që thomune to-do list, që kemi po, qysh me mujt me i shliru që ato. Thjesht trupi jonë, me vedija apo pa vedije, na i bartim krejt stresin. Edhe gjithë e dim që faktikisht një pjesë e madhe smundjeve të sotshme janë si rezultat i stresit që ne e bartim për çdo ditë, mirë po atë stres të cilin ne nuk dim edhe si me shkarkua, se stresi deri me një pikë është i domosdoshëm, mirë po momentin kur të i kalot edhe kur nuk dim na me u ballafaqo dhe me menaxhu, atëherë ajo vetëm shkon në dëm të trupit edhe mendjes tonë. Ai thot se ka gjetur vetën në praktikën e jogës, derisa këtë pasion e ndan edhe me të tjerat. Faktikisht edhe këtu ka fillu yoga, do më thonë shumë ma shumë persona kanë njohuri mbi jogën, po përsëri një pjesë e madhe kanë atë dukurin. Unë kam edhe shumë që janë fitness dhe thonë jo se yoga është shumë e lehtë për mu. Deri sa të vinë ande të unë dhe fillojnë që e shohin që se po më dridhet këtë trupi për me litë, sepse është lloj tjetër i ushtrimeve të muskujve në njëjtën kohë. Por unë i kam 4 klasat ndryshme të cilat i ofroj për momentin, po kam edhe klasa individuale që i ofroj. Por brenda programit tem, unë mundohem që t'ju ofroj edhe pjesë të ndryshme të power yoga, edhe yin apo restorative yoga, yoga që kanë fokusohen ma shumë në zgjatjen e trupit, në zgjatjen e muskujve të ndryshme, edhe restaurimin, do më thonë, e trupit, pastaj fokusohemi edhe në aspektin e frymarive të ndryshme, një pjesë e madhe të shumicës e njerëzve, sidomos të rriturve, e shohin që marrin frymë komplet gabim, do të thonë marrin frymë ma shumë me gjaks, e nuk marrin frymë me pjesën e diafragmës, që faktikisht me kohë pastaj kjo shkakton shumë efekte negative në trupin tonë, sepse trupi jonë mendon që gjatë gjithë kohës të jenë në stres, kur merr frymë me gojë, edhe pastaj janë edhe pjesë të ndryshme të meditimit, të cilat unë i fus për brenda seancave të jogës. Por e mira është që një pjesë e madhe që njerëzve që po vinë, mezi po presin me u kthy, edhe po shpëndojnë këtë, sepse po i shohin benefitet pozitive të cilat yoga i ka. Jo vetëm tek vetja e tyre, mirë po edhe tek rrethi i gjerë. Do më thonë, unë e kom pas një kolege që ka ardhur te unë edhe kishte thënë puri, tha, sot jam vonu, tha, s'po më rri me shku njoha. Jo, tha, që unë e po qoj me kerë, veç shka, se do më thonë edhe ai ka pa benefitet pozitive tek shoqja e saj, gruaja e tij, dhe do më thonë,
momentin kur ti ndihesh mirë, momentin kur mundesh me liru, apo thjesht me u ballafaqu me çato emocione që ti je tu kalu, atëherë çat energji që e ki brenda, ti pastaj e përçon edhe të tjerët. Edhe nëse non-stop ti e ki energji negative për brenda vetës, ti atëherë çat energji faktikisht e shpërndon me krejt tjerët. Prandaj e mira krejt kësaj është që impakti po është pozitiv tek shumë personat të cilët po vinë, edhe momentin kur unë e ndaj qatë energji pozitive me ty, pastaj ti kemi ndaj me dikon tjetër, edhe kjo mandej bëhet virale, kjo mandej shkon që mendoj që në ditë sotit shumë kemi nevojë për me mujt me përqu edhe për mujt me shpërndaj që si lloj energjie pozitive. Melita përqafon filozofin e jogës, duke kultivuar një lidhje të thellë me trupin dhe mendjen, gjë që i sjell forcë dhe harmoni në jetën e përditshme. Unë për vete jogën e bëj për ditë, sepse për mu joga është më shumë se sa veç praktika fizike. Do më thonë, për mu personalisht joga është pjesë e jetës teme. Ku ndoshta ndonjë ditë nuk bëj pjesën fizike, mirë po fokusohem vetëm në aspektet e frymarrjes, apo vetëm në meditim, apo vetëm në shkruarje, ku unë thjesht i liroj krejt ato mendimet e mia që shpeshherë na mbledhen, sidomos në fund të javës, se shohim që jemi shumë ma shumë ngarkuar. Edhe, kështu që unë për vete e praktikoj për çdo ditë, sepse praktikoj në mënyra të ndryshme. Thjesht qoftë edhe një zgjatje lehtë para se të shkoj në gjumë, apo një lëvizje lehtë në mëngjes, ku faktikisht i liroj muskujt të ndryshëm. Ti ende je shumë e re, e vrem, sidomos te femrat mas moshës 35 vjeçare, veç fillojnë me ndi shumë shumë nyjet, fillojnë me ndi shumë shumë ndryshimet edhe hormonale që sidomos tek femrat janë më evidente, është shumë e rëndësishme domethënë këto të praktikohet. Ky lloj lëvizje të praktikohet në përditshmërinë tënde. Kështu që për mua, unë e them më mirë është me bëu 5 minuta yoga për çdo ditë, sesa me bëu një herë në javë, ka një orë. Por gjithsesi një pjesë e madhe e klientave që i kam janë klientë që për shembull shkojnë edhe në fitness, edhe bëjnë balancin e të dyjave. Shkojnë edhe fitness, vinë edhe në yoga te unë, apo shkojnë edhe në vrap, vinë edhe te yoga te unë, sepse është e rëndësishme që ta ekspozosh trupin edhe muskujt e trupit në sfidat të ndryshme. Edhe kjo qoftë edhe mënyrat të ndryshme të rezistencës, domethënë, ku e ndërtojmë muskujt, përsëri po e ricekin ato sa është e rëndësishme që sidomos mas moshës 35 vjeçare, që femrat faktikisht të ushtrojnë shumë a shumë në mënyrë që të rrisin muskujt e tyre, sepse natyrshëm, prej moshës 35 vjeçare, 1% të muskulit neve që fillojmë me fub. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Yoga pastaj ka edhe komponentin tjetër që ka shumë mirë, sepse rrit pjesën e fleksibilitetit, rrit pjesën e balancit, jo vetëm në trup, po në tomë edhe në mendje, edhe ul qatë nivelin e stresit, rrit pastaj shëndetin mendor, edhe shpeshherë shohim edhe përmirësim në shëndetin mendor, edhe shumë për shembull tregojnë se si flajnë shumë ma mirë, momentin kur edhe fillojnë me praktiku yogan, do të thonë benefitet janë të jashtëzakonshme. Ai këshillon gratë dhe vajzat që të gjejnë kohë për veten, duke u kujdesur për shëndetin e tyre mendor dhe fizik, me qëllim të arritjes së një jetese të balancuar dhe të shëndetshme.
Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për ngrohtësinë që na jepni shikues të dashur, sepse ajo ngrohtësi që ju na jepni, në fakt e reflektojmë edhe ne dhe gjithmonë na jepni vullnet edhe pozitivitet për të qëndruar kështu siç jemi si emision e Diela Vlen në ATV. Ne do të shihemi edhe të dielën tjetër, si çdo të diel, të përgatitur dhe me shumë dashuri gjithmonë për ju. Na shkruani në Diela Vlen Viz ATV në Instagram e gjithashtu në Facebook për çdo sugjerim tuajin. Kështu që mbetemi të takohemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë qëndroni më tutje me programet e ATV-s. Miru takofshim. Prej dorës ma iku, e prej qumit kur jam s'qu. Lulja prej dorës ma iku, e prej qumit kur jam s'qu. Mlata mjero në mendime, se kam besu. Mlata mjero në mendime, unë këtë gja se